Madje kjo pastaj u zgjat më tej në vetë rininë e Tiranës, të cilët qenë të rrallë, rinia e Tiranës që e mbështeti atë lëvizje. Pastaj më vonë, duke sigurisht e vërtet e studiuar, po jam i sigurt që s'ka qenë e studiuar më parë, po e ka përdorur Berisha më vonë, se e transferoi lëvizjen të tërën në periferi, dhe sidomos në Has, Kukës, Kavaj, në periferi të cilat nuk bënin dot, si thuash, thelbin e një demokracie qytetare e tjerë. Dhe ky moment është i tillë. Ramiz Alia, para se sa të paktën nga bisedat me të, para se sa të thoshte Saliut për ta prur ka pas disa kandidat të tjerë. Një prej, shiko, kjo lëvizje është shumë e rëndësishme. Ka shumë momente banale. Ka banalitet shumë të madh. Për shembull, një prej tyre ka qenë një mjek nga Shkodra, që ishte shoku i Ramizit, Ilir Gjilbegu, të cilët i tha që, shiko, je njëri mirë, merre atë në dorë e tjerë. Ilir i tha, shoku Ramiz, mua më njeh ti, unë du të pi një gotë raki se donë të patjetër të shpëtonte. A ishte nga njerëzit më të mirë që mund një edhe një mjek jashtëzakonshëm. Ai nuk rron më tani. Dhe i shpëtoi durësh, po tha mjek për mjek që më ke zgjedhur mua, ke Berishën nga Tropoja i ke, atje Tropojan janë studentë. Pra për doktor Gjilbegut e kemi? Ne kemi për doktor Gjilbegut. Dhe i tha, kjo është fatkesia vërtet. Tjetër gjë se sa ishte Tropojane ose Hasiane lëvizja, këtë vuli vunë. Dhe kjo i përshtatë jashtëzakonisht shumë pushtetit të Berishës, i cili erdhi gjatë rrugës për të mos e zënë shumë në gojë, se duket sigur, po realisht ai shpërgjesi gjitha gjërave. Ai e kishte problem qysh prej fillimit që t'ishte i veçuar, t'ishte larg qendrës, nuk e donte qendrën, nuk e donte qytetarinë. Unë po të regoj një ngjarje time në rreth kësaj ideje. Po, qytetaria dhe nuk komandohet kolla, jo? Jo, po nuk e donte, pikërisht. Unë mbajmë një gjë, e kam përmend diku, po s'besoj. Tirana se janë se cili qeverin vete. Në një moment që vini bashkë me Saliun nga qyteti i student, ka qenë ditë me shi, 10 orë, i ftohtë. Ashtu ka qenë ai 10 orë, po. Shumë i ftohtë, dhe ishim diku, shkonim tek lidhja. Dhe shumë balë, si sos në deri. Shkonim tek lidhja. Kishim balë të nderin dhe gjujnë. Shkonim tek lidhja e shkrimtarëve, sa atje takoheshim, e pinim në kafe në gjë, se në qytet studentës rri. Dhe rrugës në të njëjtin çadër më thot mua në një moment frok, shiko më thot mua, se unë sa kisha filluar, kisha ardhur nga Spaqi dhe kisha filluar të punoj në Ministrinë e Kulturës, kishin emëruar në Ministrinë e Kulturës, pa pritur. Dhe më thot, frok, kam një gjë për të thënë. Po, i thash, lëre punën, më tha. Sepse unë nuk punoj, tha, do të... E para, tha, fëmijët e tuaj në mësuar të vuajnë, sepse ti ishe në Spaqi. Por fëmijët e mi se pranojnë. E dyta, kam atë tesën e partisë pa e dorëzuar akoma. Po më rëndësishme thash se unë nuk punoj me këta. Nuk punoj dot me këta. Me këta me kë kishte? Po ishin, po t'ishin jugor, po t'ishte në Tiranë, ishin këta. Domethënë ishte Gramozi, ishte Genci, ishte Leka. Ashtu ishte gjithë PD-ja, më nuk është. Pra jetoni, ju kërkoj ju. Gjithë PD-ja ashtu ishte. Si. Po nuk ishte, domethënë, me këta njerëz. Me këta të tyre. Dhe jam dali kam thënë, shiko, doktor, unë që nesër e lë punën, po t'jetë punën se unë bëj në i gjë për Partinë Demokratike. Por edhe fëmijët e mi t'jetojnë atë historinë e vojtjeve që kanë jetuar. Dhe ty të përjashtoj të parin, po. Dhe ty të përjashtoj të parin. Po këtë gjë i thash unë nuk duhet të ta dëgjoj, si mik po ta them, se nuk ka ata dhe ne. Dhe po e bëjmë sigur ne jemi nga njëjti fshat, se jemi të dy andej. Po ne nuk jetojmë dot pa këta dhe këta nuk jetojnë dot pa ne. Po, ke drejt frok, tha mua dhe do të them që e gjithë fatkesia sa i lëvizje nisi me përçarjen, do më thënë nisi me banalitetin, nisi me dëbimin e pjesës qytetare të rinisë. Cila është ato detajet me që? Me që jemi të pjesa nostalgjike e gjë. Se po jemi këthyrë nga Ramiz Alia, kur vim në shesh,
kishte filluar, ose kishte rreth një orë që po e për regjistrimi i bisedës. Pra me fjalë, kur erdhëm ne, sumuam njëri me ne. Kur ikëm si heroj. Kur u kthyem, sheshi ishte bëshëtyr pluralizmi dhe vazhdonte. Ati ku thot Skënderi, në katë të dytë, mblidhet Sali Berisha. Po Verben Meqen, po jo se protagonist, nuk e di pse isha atje në atë vend, po isha dhe unë. Aleksandr Meksi, Pres Zoga, Arben Imami, Ramozi, ky Azem Ajdari, Ruli. Jo, Ruli asishte. Selami. Dhe ora 12 natës, sa për imi këthyër, thjesht vajtëm në shesh dhe me njerë unë blodhëm në shesh pushim ka të dytë. Dhe u diskutua qëfar do bëjmë tani. Do bëjmë parti, fjalla e parë. Azemi thonë do të bëjmë parti studentore. Do të bëjmë parti intelektuale, ka dalë Saliu. Ka dalë Saliu, të më thëfoli Saliu. Do të bëjmë partia demokratike. Emrin do të javem parti demokratike. Sepse flitet për demokracinë dhe fjalën demokracinë nuk do t'ja lem as kujt në e marë. Në ato moment unë isha në eufori më vonë dhe qarula, që të them qarula. Po le teme, propozime për emrin Partia Demokratike ka ardhur nga Sali Berisha. Nga Sali Berisha në katën e dytë. Atëherë u la. Grupi nismëtar do shkonte te shtëpia e Gramos Paskosh, Arben Meqe do merresh me studentët me sigurinë e mbledhjes dhe nesër në datën 12 do në orën 5 të darkës do bëhet shpallje programi, shpallje partisë. Se duhesh bërë kërkesa me Ministrinë e Drejtësisë. Sepse edhe u bë kërkesa e tjera dhe në orën 5 tani u po merresha me sigurinë dhe isha me studentët dhe merresh me sigurinë e ambientit. Natyrisht në atë vend kishte njerëz që erdhën të armatosur, kishte me bomba që na i tregonin atje do bëjmë atë, do bëjmë këtë, do bëjmë asaj një gjë se jemi në rrugë mbar. Ai që më bër përshtypje ishte në orën 4:30 më vjen shefi i policisë i Tiranës. Më vjen mua dhe thot, ti je me sigurinë? Po, i thash, unë jam, se mua më kanë lënë. Okej, thot. Atëherë ke parasysh që sot është një person me pardesy të kafe, me kasket, me një çantë të zezë, i cili është ngarkuar të vrasë Sali Berishën. Kështu që do mirë të gjitha masat për mbrojtjen e Sali Berishës. Natyrisht isha në sot në PD. Si sot ta në PD që nuk e lënë të shkojnë në burg. Ja, një Fal. Se janë dhe çfarë bërën? Nëse do shihni tribunën që është sipër, është këtu, është atje ku është gjë e bardhë aty, në atë vend ishte tribuna. Është një grup që quhet nismëtari dhe është fotografi që është klasike, ajo ka dalë, dhe mbas ka një brez të tërë me student. Sepse bëm me një rrethim dhe nuk lam askënd dhe u bëm kështu studentët. Mbaroi mitingu, prej aty jemi futur në Mencë, kemi ndenjë në orën 4 të mëngjesit. Që të largoheshin të gjithë për të garantuar që nuk do na vrite Saliu. Dhe në orën 4 të mëngjesit, ne që ishim brenda, që ishte pak a shumë ai grupi nismëtar, u shkëputëm dhe vazhduam punën pasaj si grup nismëtar. Pyetje. Komision nismëtar ka qenë 17 veta. Pyetje. Sot pas 35 vjetësh, mendon që ajo që ju ka thënë shefi i policisë Tiranës kishte një bazë reale? Atëherë, sot mbas kaq vjetësh unë kam shkruar një artikull ka thënë sekreti natës të 11 dhjetorit. Pse? Është e pamundur. Dhe nuk është precedent në botë që të mblidhen 17 veta, po e them 11 ishim aty, pastaj tjerët u mblodhën tek Bashko dhe të shpallin themelimin e një partie. Nuk ishim protagonist në lëvizje. Protagonist në lëvizje mund të them ishte Ben Imami, isha unë, ishte edhe Azem Ajdari. Pjesa tjetër s'ishin fare në lëvizje. Nuk ishin fare në lëvizje. Njerëz pa ekspozuar, në katë të dytë vendosën themelin partisë dhe të nesërmen komision nismëtar filloi organizimin e Partisë Demokratike. Ajo që ju thatë me drejt ishte prodhimi i mitit. Natyrisht, thash, në atë periudhë ne ishim njerëz absolutisht pa eksperiencë. Unë gjërat i kam lexuar shumë kohë më vonë. Shumë kohë më vonë se si u prodhua eskort e parë, si u prodhuske, sepse përbërja e komision nismëtar që ishin 17 veta, ishte e tillë që forca intelektuale ishte dominuese.
Kur them forca intelektuale, ishin persona të cilët përfaqësonin edhe figura publike, por edhe persona shumë aktiv. Duke qenë që Saliu nuk kishte majorancë në këtë komision, hedh një tezë që natyrisht në të kohë thash. Në qoftë se ne tjerët ishim spontan dhe ishim absolutisht profan politik, Saliu vinte nga partia dhe i njifte mirë skemën, prapaskenën dhe çdo gjë tjetër. Dhe hedh kooptimin e të persekutuarve. Dhe me njerë në kryesi, filluan të futeshin individ të cilët u futën si të persekutuar dhe filloi të ndryshonte raporti. Efektin e parë ndryshimi raportit e jep diku në janar, kur u bën zgjedhjet tani jo më komisionin shqiptar si që ishim ne, por të një kryesie të Partisë Demokratike që është bërë te Pallati i Kongreseve. Më fal, tek Pallati i Kulturës. Në sipër. Në bibliotekë. Në bibliotekë. Dhe në votimin e parë doli rezultati, që natyrisht dominonte fryma intelektuale. Pati një sherë të madh dhe ky ishte gabimi i madh i frymës intelektuale që e toleroi. Dhe çatë ditë fillon uzurpimi përfundimtar i Partisë Demokratike nga Sali Berisha. Bëni fjalë për bile kandidat. U bën 2 votime, votimi i parë fitoi Meksi, votimin e dytë pasaj që u bë sherr i madh, që ju hap rruga dhe thanë dish edhe fitoi Saliu. Me propozim Neretanit ati let, Neretan Cekës t'ia lejmë Berishës. Dhe bëhet fjalë. I dha çto 2 detaje sepse ka dhe një detaj tjetër. Në datën 13, fiks data 13, Shkodra filloi të acarojë shumë dhe të ngrihej tensionin Shkodër. Kemi qenë në katën e dytë të Pallatit Kulturës në qytet Studentit, atje e bënim mbledhjen e kryesisë, ai drejtori na dha zyrën e vet, atje e bënim mbledhjen e kryesisë ne. Dhe duke biseduar ne, hapet dera dhe futu një gjë e madhe atje përpara. Që sa për tha, ju spionët e Ramzalis, ju do të fusit Hekurani Sandin litare, do të fusin atë në litare, ju tradhtuat idealet e kohës, nuk një fjalë gjë, trosh mohbeti. I thot Pashka, i thot Edi, pa e dulu këtu, i thot. Unë të julle me ju komunistët, tha, mori për plasi derë dhe iku. Më vonë mora vesh i ky ishte Edi Rama, unë. Dhe më thënë, ky është komunikimi i parë i Edi Ramës me këtë komision nismëtar. Pastaja janë aktivitetet tjera që edhe u bën ndarja përfundimtare. Një detaj, në fakt bëhet fjalë për shkurtin e 91-shit, që kur u zgjodh për herë të parë kryetari i Partisë Demokratike dhe çuditërisht ka qenë data 14 shkurt. Ka qenë Poliklinika zonja Këshillit. Kur ka qenë se tani kujtohet se në janar kanë themelu Partinë Demokratike. Ka qenë Shën Valentini, 14 shkurtit në 91-shit. Shkurti ishte, se unë shkëputa dhe prandaj niset e historia e dashurisë e madhe me PD-n e Sali Berishës. Por kur të kthehemi do flasim pak çfarë ndodhi nga 14 shkurti i 91-shit dhe deri në 20 shkurt 91-shit dhe pse ajo lëvizje e madhe popullore u duk sikur pas rënës Busit Enver Hoxhës, Befas u drejtua në një drejtim tjetër. Rikthehemi pas pak.